Instituti i ndërmjetësimit ka filluar për herë të parë në Kosovë në vitin 2011. Ndërmjetësimi bazohet në pjesëmarrjen vullnetare të palëve dhe karakteristikë kryesore është konfidencialiteti i procedurës dhe neutraliteti i ndërmjetësimit, duke ofruar qasje fleksibile, jo formale dhe mbi të gjitha të vullnetshme. Por marrëveshjet e ndërmjetësimit, ndonse ekuivalente me aktgjykime gjyqësore, në disa raste nuk kanë gjetur zbatim në praktik, përkatësisht në rastet kur ndërmjetësimi ka mundsuar bartjen e pronësisë. Kryetaria e Odës së ndërmjetësuesve, Ganimete Xhelili, shpjegon se në cilat raste pronësore lidhet marrëveshja e ndërmjetësimit. Zakonisht në rastet pronësore, kategoria e rasteve që trajtohen me ndërmjetësim janë bartja pronësisë, kontestet që lidhen me drejtën e parablerjes, bashkëpronësinë, bashkëposedimin dhe këto. Në lidhje me këto raste janë ngritur paqartësi për çka Agjencia Kadastrale e Kosovës kishte kërkuar mendim juridik nga Gjykata Supreme për sqarimin e 3 situatave. Në situatën e parë kur procedura e ndërmjetësimit është kryer në rastet kur pronari i regjistruar në regjistrin kadastral ka lidhur kontratë të shitblerjes dhe e ka vërtetuar në organin kompetent shtetëror. Por realizimin e këtij akti juridik nuk kanë mundur ta bëjnë në mungesë të transaksionit bankar për vlerat mbi 10.000 euro, për shkak se sipas tyre kjo ka rënë ndesh me ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit dhe kështu palët kanë lidhur marrëveshje ndërmjetësimi. Raste tjera që AKK kishte kërkuar sqarim është kur procedura e ndërmjetësimit është kryer kur pronari i regjistruar në regjistrin kadastral nuk ka lidhur fare kontratë në organin kompetent shtetëror, por e deklaron si shitblerje të mëhershme, por nuk bashkangjisin asnjë dëshmi mbi kryerjen e transaksioneve bankare, pavarësisht çmimit që e deklarojnë në atë marrëveshje. Dhe në rastin tjetër, kur procedura e ndërmjetësimit është kryer kur pronari i regjistruar nuk ka lidhur kontratë në organin kompetent shtetëror, por e deklaron si dhurim, falje, ndërrim apo këmbim i paluajtshmërisë apo ndarje e pasurisë së paluajtshme familjare. Deri te kjo kërkesë, sipas kryetarës së Odës së ndërmjetësuesve, ka ardhur pasi s'ka pasur praktikë të unifikuar në përzyrat kadastrale. Pse kemi ardhur deri te kjo kërkesë ndoshta prej Agjencisë Kadastrale në Gjykatë Supreme është sepse nuk kemi pas unifikim të praktikave. Ndërmjetësuest dhe zyret kadastrale komunale, si rrjedhoj, jo gjithmonë kanë ekzekutuar marrëveshjet e njëjta. Në disa zyre komunale, regionale, janë ekzekutuar marrëveshjet e ndërmjetësimit edhe atëherë kur s'ka pas transaksione bankare, mirëpo ka ekzistuar vullneti i palëve në marrëveshjen që është hartu prej ndërmjetësuesit dhe është nënshkruar prej palëve dhe aprovuar prej ndërmjetësuesit. Pra të njëjtat janë ekzekutuar, ndërsa në disa zyre kadastrale nuk janë ekzekutuar të njëjtat, me arsyetimin që duhet transaksion bankar prej vitit 2005 e tutje. Gjykata Supreme në mendimin e saj thotë se marrëveshjet e ndërmjetësimit të lidhura me pajtim me ligjin paraqesin dokument përmbarues. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe gjyqtari i Gjykatës Supreme, Albert Zogaj, thotë se përmes këtij mendimi është sqaruar procesi i ndërmjetësimit, duke konfirmuar përmbajtjen ligjore. E para që është tepër me rëndësi me kuptu të gjithë, edhe ndërmjetësuesit, por njëkohësisht edhe sisteme tjera, respektive shërbime tjera, që këtë rast është notaria. Është tepër thjeshtë, nëse një qytetar dëshiron me kriju një raport juridik civil, natyrshëm do të shkojë te notaria. Qoftë për shitblerjen, qoftë për kembimin, qoftë për qiran, qoftë për situata tjera. Por nëse një qytetar ka një raport caktuar juridik civil, realizimin e cilit nuk ka mujt me përfundu, atëherë natyrshëm do të shkojë tek ndërmjetësimi.